reportazhi I radhës Panoram në fshatrat e komunës së Bujanocit kemi zgjedhur fshatin Breznicë. Fshati Breznicë sipas banorëve të vjetër ekziston që para 300 viteve, domethënë që në vitin 1730. Këtu ndodhemi në Breznicën e epërme, sepse ky fshat ndahet në dy pjesë, si në Breznicën e poshtme ashtu edhe të epërmen. Në brezin kufitar me Kosovën shtrihet fshati Breznicë, një nga vendbanimet më të bukura shqiptare të komunës së Bujanocit dhe më gjerë. Në periferi të fshatit, pikërisht në zonën perëndimore të tij, të kap syri disa fushgropa të vogla dhe rafshina, të cilat në popull quhen me tamponime si te Çuka, te gropa të arta e kështu me radhë. Breznica, një nga vendbanimet më të mëdha të malësisë së Bujanocit, përfshin një sipërfaqe prej 8.5 km². Ky fshat në lindje kufizohet me Llapardincën, ndërsa nga jugu me malin Mikish, në një largësi mbidetare 701 metër, ndërsa nga perëndimi kufizohet me malet e fshatit Hodonos, të quajtur Blinoj, dhe në veri kufizohet me fshatin Mohoc. Fshati Breznicë është fshat I tipit të grumbulluar, është I përbërë prej 7 mahallave dhe në bazë të mendimeve të popullsisë së vjetër të këtij fshati, tregon se është banuar për herë të parë para më se 300 viteve dhe se kjo popullsi ka ardhur prej fshatit Raniluk, ku prej Ranilukut kanë migruar në fshatin Tërnoc, mandej prej fshatit Tërnoc në Hodonoc dhe në fund nga ky fshat kanë ardhur në Breznicë dhe ndahen në dy lagje, si Breznica e epërme dhe e poshtme. Ekipi I radio televizionit Bujanoci kësaj here ka udhëtuar drejt malësisë së Bujanocit për të vizituar këtë fshat, si më I madhi I malësisë, e ku na presin përfaqësues të fshatit, banor, për të biseduar dhe parë se si është formuar ky fshat, pse quhet Breznicë, kur është filluar me arsimin e shumë histori të tjera interesante. Kryetari I bashkisë lokale të fshatit Breznicë, Bedri Selmani, na falenderon për vizitën në fshatin e tij, I cili gjatë tërë ditës na shoqëron si nëpër fshat, shkollë, xhami, rrugica e duke na shpjeguar për çdo gjë. A mund na thoni sa shtëpi ka fshati Breznicë dhe sa banor? Fshati Breznicë, siç po shihni shtrihet këtu në këtë lugin, gjithsej në mëron dikon një 220 shtëpi. Dikon me banor përfshihet me prej një 1800-1900 banor kështu. Do thotë që me gjithë ata shkojnë në perëndim, shtetet e perëndimit. Sa shtëpi banuese ka momentalisht? Shtëpi banuese mund me qenë dikun një 130-40, por afërsisht. E tjerë do të thotë që janë në perëndim, ata shtëpia I kanë këtu, por mbyll I kanë shtëpiat. Dihet. A ka filluar që të kthehen dikush si nga Kosova që është larguar më herët apo jo? Po këto ka lëvizje, shkojnë herë në Ngilan, herë kthehen këtu. Nuk mund mi ditë se a vendosen atje për koshëm apo kthehen prapë këtu. Veç kryesore shihet që lëvizjet vrehen edhe anej edhe knej. Si në çdo fshat, edhe fshatin Breznicë paraqiten migrimet e përkohshme dhe ato të përhershme. Shembullin më të mirë të migrimeve të përkohshëm jashtë vendit na paraqesin punëtorët të cilët gjenden në punë të përkohshme jashtë adeut, numri të cilëve nga ky fshat arrin mbi 600 ose 40% të popullsisë së fshatit. Popullsia e fshatit Breznicë është e përqendruar kryesisht në këto vende, si në Zvicër jetojnë 48 familje nga Breznica e epërme me 206 banor, 30 familje nga e poshtme me 193 banor, 41 familje në Gjermani me 139 banor, në Francë 7 familje me 40 banor, Austri 2 familje, SBA 4 familje dhe Norvegji 2 familje. Ndërsa në prononcim për televizionin ton, një banor në mosh nga ky fshat thotë se tani rreth 100 familje janë shpërngulur në Kosovë dhe po aq në Bujanoc. Ato një jonë shamaj men pak si me kohë pi 49 e knjena. Në 49 këtu jem konë okolla 40 shpive.
do me thonë ka pas pleqe, ka pas tri, kanë punu tokën e shumëta. Grunë, kalamaq, krejta i kanë punu tokën. Gjonë kanë rujtë. Mirë po unë si për veti, pi 49-ës, kom punu në Rodnik. Pi 49-ës njeri në 52-ën. Kom punu në Rodnik, i kom qyrë i darën teme dhe me thonë qish me shku. Fshati Breznic përbohet prej 7 vllazë. 3 janë Breznica e Epër, kurse 1 është Breznica e Poshtme. Si ndahen këta? Si ndahen me mahalla? Me mahall ndahen, ma i pari është Sallahi, Murati, Veseli, Alia, Veseli, edhe Ismaili, edhe Ibra veti thëjmë Ibra. Pse janë ndarë kështu? Pse është bërë Breznica e Epërme dhe Breznica e Poshtme? Po, kur janë ardhë atëherë në atë kohën atë vjetra, janë ardhë prej 7 vllazë. Edhe pej atëherit o me të 7 mahall. Pej atëherit që ashtu me. Prej sa, para save kjo, si pas atyre parëve t'juve, prej sa kohë i ka kjo? Po, kjo kohë i ka une veç i maj men 5 generacione. I ka përmi 200 vjetë. Une shka maj men, kjo është ala maj vjetër. Po. Si janë banorët e fshatit të Breznica? Janë mirë në zveti, si kalojnë? Mirë, s'kemi probleme kur gjonë. Mirë jemi, fshati. Kemi një parjetë të tërë dikon. Shumë të një kemi jashtë. Kemi dhe këtu pari kanë shku, janë shkollu, kanë dalë për këtu i kanë shku. Se fshati jonë shumë ka pas banorë. Mase 100 shpi janë në Bujanovës. Edhe 100 shpi janë tepër janë Gilan. Kemi në Shkup, kemi në Kumanov, kemi në Kamenic. Kreta, se ma shumë kemi dalë se që jemë. Fshati Breznica majnë men në kushte shumë të vështira. Pa rrugë, pa ambulant, pa shkollë. Majnë men. Nëse fillohet kur ka fillu shkolla, angazhimi i njerëzve për ujë, për rrugë, këto mujë thonë. Në fshatin Breznic si institucion arsimor ekzistojnë shkolla e plot fillore në Breznicën e Epërme, kurse në Breznicën e Poshtme ekziston cikli i ulët i shkollës fillore me 4 klasë. Shkolla fillore e fshatit Breznic quhet Migjeni, e cila në gjirin e vet sipas përgjegjësit të shkollës Ahmet Hysenit, me të cilën kemi biseduar, ka mbi 60 nxënës. Arsimimi për herë të parë në këtë trev ka filluar më 15 dhjetor të vitit 1945 në formë të kursit për mësuarjen e shkrim-leximit. Shkolla fillore Migjeni, paralele e ndarë në Breznic, është një paralele e ndarë nga shkolla fillore Migjeni në Mohovë, e cila për momentin numëron që sejt 61 nxënës. 61 nxënës, nga klasa e parë deri në 8. Kurse ajo e Poshtme? Ndërsa Breznica e Poshtme, edhe ajo një paralele e ndarë e Mohovësit, e cila ka gjësejt 4 nxënës në klasën e 3. Shkolla e parë, pritet se është me njëherë pas luftës, është fillu njëherë si shkollë 4 klashe, dikun është punu njëherë deri në vitet dikun 68-69, mandej 2 paralele, do të 2 klasë me një paralele, do të dikun 2 paralele, e nga vitit 68-69 ka fillu klasa e 5, dikun gjerata e parë, 72-73 ka da gjerata e parë e klasës 8. Që po thashtë nga 72-ta, numri nxënësve gjithë një ka qenë në rritje, sidomos viteve të bëjta. Ka qenë dikun i ki pas 11 paralele. Shkolla ka fillu në pjesën e me 15 nëntor të vitit 1944. Me 10 maj 1946 është pruri vendim për Beogradit. Ka qenë besimtar, hoxh, mësues, hoxh. Sepse ma parë kanë qenë disa polemike, e ndrejti shkollën e vetë, edhe ai, neti një 2 vjetë, shkojmë brez poshtër, deri në vitin 1953.
dyshin. Viti shkollor 52-53. Që shumë mësu atër në gjuhën serbe, a? Ha? Që shumë mësu? Janë gjuhën Shqipe o mësu, Prej fillimit. prej fillimit gjuhën Shqipe, 1944, në ndarë të vitit, a shkolla nuk ka qenë këtu. Shkolla ka qenë me një dyqan prindje kishë pasu privat, që ati edhe atë po dronë të bëjmë kushte, ka qenë komune, ka qenë ati në gjazoma i ka pas. Si, 52-ën është shu shkolla këtu. Kushtet për momentin nuk janë edhe aq të këqija, nga viti 2000 veç kushtet janë përmirësu dukshëm, por thash e keqja është aty se kur kushtet kanë fillu më përmirësu, ka ra numri i nxënësve. Kur në një kohë kemi qenë para vitit 2000 kemi pas kushte jashtëzakonisht vështira. Edhe shija, numri i nxënësve ka qenë shumë i madh. Dikun 250 ka shtëmëri, ndërsa që tash, kur kushtet janë përmirësu, sidomos pas viteve 2000, numri ka ra për çdo vit shkon në ramje. Pjesa e parë, ramja e parë e madhe është bërë në vitet e 90-ta, kur këto që se gjitha familjet kanë në shtetet jashtme, kanë pjesëtar familjes, edhe ata i tërheqën fëmijët e tyre në shtetet e jashtme për shkak situatës që ke, ndërsa që tash liberalizimi i vizave dukshëm e ka ndiku në uljen e numrit të nxënësve. Ndërsa në shkollën fillore të ciklit të ullët në Breznicën e poshtme, për momentin janë vetëm 4 nxënës të klasës së tretë, të cilët i mëson arsimtari Bajrush Selmani, ku thot se mësimi edukativo-arsimor zhvillohet në mënyrë të rregullt. Në shkollën tonë mësimi zhvillohet në mënyrë normale, mbahen orët të rregullta, këtu nuk ka mungesa, sidomos të mësimi është të gjithë arsimtarët që ka japin këtu mësim, edhe pse unë jam me grup klasor të tjera që ka i kanë lanë që japin e kryjnë mësimin shumë me rregullt, nuk mungojnë. Kryesisht kryhet puna sipas orarit mësimor. Kemi 4 nxënës, për shkak që ramjes së numrit të nxënësve jo vetëm këtu në shkollën tonë, por në të gjitha shkollat të komunës tonë është ramje e nxënësve. Gjithashtu ajo plagë edhe neve për na plagos për rëmjen e nxënësve tonë. Ka klasë 2 nuk ka, të parën, të 4-tën nuk ka, normal, vetëm klasa 3 është. Janë shumë fëmijë të mirë, janë përgjithësi fëmija janë të mirë, por angazhimi i arsimtarëve është në maksimum, punojnë seriozisht çdo punë. Kushtet normal shkollat tona dihet të populli shqiptar janë pak ma të lanë në anësh, më mirë po me çdo kushtet që ka posedojmë e kryjmë edhe mësimin në bazë kushtet normal, se çdo shkollë, çdo nxënës ka dëshirë me pas kushtet sa më të mira, mirë po kushtet çto që neve na i kemi tash me çto punoj. Si quhesh? Shkurtë Bajrami. Po. Zoku dhe djalë, një zok të bukur, zuri një djalë, a i po drizej dhe thot sa fjallë, nuk të vjen keq që jam i mytur, si ti i vogël dhe i paritur, jam biri vetë, më mama pret, e kam lën keq brenda në foli, dhe u me burë, gjithë mbulua, edhe s'kam betur gjëkun po thua, me pret ime si ti e tem, të më si vetë që betë prem, kam edhe unë shpirë dua të eroj, të lëviz të brak të los të këndoj, fjallet e zoku, djali i dëgjoj, qau e puthi pas ta dëshoj. Që shkolla me shokët e klasës? Shumë mirë. A kaloni mirë? Po, Si quhesh? në piramide, Çfarë klasë shkon? në gjemi, Në cilën klasë? tretën, A mund të thosh një gjë? po. Vendim, sa pjemale, pusha me lule, kryet agendat ka vendim, bura vegana, djem si Petrida, gravshat bukura ka vendim, si zë bëlbyli, po si Valdeti, vjen gja Shqipe e vendit e. Faleminderit.
Banorët e këtij fshati merren kryesisht me bujqësi dhe blegtori. Struktura ekonomike e popullsisë ka rëndësi të madhe për njohjen e rrjedhave të përgjithshme ekonomike dhe shoqërore, prandaj edhe në bazë të strukturës ekonomike të fshatit del më pak popullsia aktive, ku popullsia e këtij fshatit ekzekutivisht është popullsi bujqësore me 75% të popullsisë së fshatit merren me veprimtari primare. Banorët e këtij fshati, mas shumë siç dihet, ata shkojnë në perëndim atje mirë. Por këtu është problemi këtë me bujqësi mirën. Dikush me tokë, dikush me gjonë që shtë runë ka pak një pakice vogël është ajo pjatin me që runë gjonë. Me çka e punojnë tokën? Tokën valla me traktora mas shumë se me gjonë ajo koha ma grunë, misër, tërshon, deteljen, bari, kështu. Duhan nuk mjell ka s'kush. Po valla shtes po e shumë ta shumë pak jemi të janë të jepën në tokën. Këtu si mëzdo, këtu në madhë poshtë. Pak kalamaq, pak do bashe i mjellin shka po janë këtu ma refereke. Do me thonë une për veti hala ka pak detelin një këtër heqgjim se mjell detelin, a më po më folin edhe mu pse po dalë gjati për një shpia. Po më zanimasi unë dhe s'jam më për puna për di, po vesh kesh ka thonë si kom qef me punu tokë. A ka banorë të fshatit Breznic që jetojnë edhe shumë shtetet e jashtme? Ka shumë. Ka shumë gjemët edhe mas pari, gjemët e mi janë 4 që i kom 25 vetë jashtë. Veç unë të mithë pi gjemëve dhe. Edhe ka të ndarë që ashtu janë shumë jashtë. Fshati Breznic në fillimet e tij kish pas qenë pa xhami dhe banorët kishin shkuar për lutje në xhamin e Hodonocit, deri në një moment të mosmarrveshjes mes tyre dhe pastaj kishin vendosur të ndërtojnë xhamin e tyre në mes të fshatit, kështu rrëfehet imami i Breznicës, Hoxh Abdulmejid Ramizi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Spari ju falenderojmë për vizitën që ne keni bërë në fshatin tonë. Prej fillimit që ekziston fshati Breznic, në fillim nuk ka pas xhami dhe ka qenë xhamati fshatit Hodonovc. Mirë po pas një mos marrëveshje është nda xhamati prej xhamisë Hodonovcit edhe dikom vitin 1841 apo 41 në për arhiva është gjetë që figuron xhamia në fshatin Breznic. Në këtë vend, xhamia nuk ka qenë xhamia e parë, ka qenë dikun në fund katundit, për rreth lumit, edhe pas një vërshime të madhe që ka pasën, është shkatru ma shumë se gjysma e xhamis, edhe dikun vitet e 50-ta është ndërtu në këtë vend xhamia e mahershme. Pastaj pas shkatrimit ose pas dëmtimit të tavanit, o dashtë me intervenu edhe kemi organizu, kemi marrë aksion që është ndërtu kjo xhami. Kjo xhami dikun ka përfundu në vitin 1994. Si janë xhamati i fshatit Breznica përgjigjen të gjithë me kohë ritualeve të fesë islam? Për shkak kështu mendimi jam është kjo për shkak të pozitës që ose vendit që e ka xhamia, për shkak se fshati është i gjatë edhe xhamia është larg prej shumë shtëpive. Zakonisht në namazin e drekës, xhamati është më i madh, kurse namazet e tjera më i vogël. Do me thonë për shkak largësisë madhe që një pjesë e madhe, si do shumica e kanë larg xhamia. Për atë arsye edhe në kohët e tjera ka më pak, kurse namazin e drekës më shumë. Po rinia a frekuentojnë xhamin? Kështu, unë jam imam prej vitit 1990. Në kohën, do me thonë deri, dikum para vitit 99, po thuj se i vetë me i ri kam qenë xhami. Kurse tash
gjemat i xhamijës që vinë në faljet namazit, dikun 60 deri në 70% janë të ri. Në fshatin Breznic shtrihet lumi, i cili ndan fshatin në 2 pjesë. Ky lum boron prej rrënjeve të bjeshkëve të larta të quajtur Guri i Zi. Në Verilindje ku shtrihen edhe disa vendbanime si Pribovci, Zarbinca, Novosela e Epërme dhe Ravnavuqa. Fshati Breznic në përgjithësi shtrihet në mes kodrinave malore, si nga ana e Virjut, Jugut dhe të Lindjes, por si ka mbetur emri Breznic, sipas gojdhënave, na tregon vetë kryetari i saj. Ju si kryetari i Bashkisë Lokale të fshatit Breznic, a mund të na thoni se si ka mbetur emri i fshatit Breznic? Pak mujmë ju informu, me gjithë që jam miri unë për këtë punë, po pak sipas ndëgjimeve të mahershme, mujmë ju informu pak. Ky fshat është i ardhën prej dikajt, prej ardhën saksisht nuk mujmë me ditën. Kur kanë ardhur në këtë fshat, për herë të parë, të ara këtu këtë ishin konë me një farë lloj druni i quajtur Brez. Edhe në bazë të këtij emrit të drunit e ka marrë fshati emrin Breznic. E sot da ditë e gëzon këtë emër. Sipas gojdhanave që më të vjetërve që kanë tregu. Kryetar, po rinia e fshatit, domethënë mosha 20-30 vjeçare, me çka merren, çfarë bëjnë? Rinia dikush në për shkolla, dikush këtu brell poshtë lart, në për dyqane, që këtu e kalojnë kohën, janë në fushë topit, dalin mbrëmje, ashtu luajnë top. Kryesore papunësia është e madhe këtu në fshat. Thuaj se në komunë Bojanosit nuk kemi të punësuar për këtij fshati asnjë. Edhe kështu që rinia nuk ka shkojnë kështu zbavitet poshtë lart, kështu në për binë ka rruguqica poshtë atje, në i kafe, në i shtu e pinë, kështu nga lidhë ma tepër, do me thonë ma afër është rruguqica, se Bojanosi ma tepër, edhe miqasia është ma tepër kënena, për gjatë punë edhe shkojmë ma tepër kanë. Banorët janë të lidhur më shumë edhe familjarisht me... Familjarisht janë ma të lidhur me komunën e Dardanës. Fshatin Karaqeve kemi shumë afër këtu, 3 kilometra, rruguqica është 1-4 kilometra, kështu që ma tepër jemi drejtuar në tonë. Së fundmi, banorët e Breznicës me ndihmën financiare të komunës së Bojanocit e kanë rinovuar dhe aktivizuar edhe mollirin e fshatit, ku banorët për nevojat të tyre dërgojnë për të bluar misër apo edhe diçka tjetër. Ndërkaq ndodhemi këtu në Breznicën e poshtme, ashtu siç e quajnë banorët e këtij fshati. Në këtë fshat janë 14 shtëpi të banuara, ndërkaq gjithsejt janë 70 shtëpi, ku prej tyre shumica deri 80% janë shpërngulur nga ky fshat, të cilët ose janë vendosur në Kosovë apo edhe të cilët jetojnë në Shtetet e Bashkimit Evropian. Në luftën çlirimtare të UÇPMB-s nga Breznica kanë rënë dëshmor për vendin e tyre 4 djelmosha të rinj, si Sherif Jonuzi, i rënë më 21 prill të vitit 2000, Enver Bajrami dhe ai në të njëjtën datë, Shaban Bajrami dhe Besim Xhemaili, me të cilën krenohen banorët e këtij fshati për trimat e tyre. Si personalitet i njohur nga ky fshat gjatë luftës së dytë botërore ishte i njohur Lam Breznica, i cili ka lindur në fshatin Breznic më 12 qershor të vitit 1912, në njërin nga vendbanimet e malësisë së Bojanosit, i cili shtrihet për gjatë kufirit me Kosovën. Gjatë luftës së dytë botërore, Lam Breznica ju bashkua çlirimtare për lirinë e vendit. Në radhët e Partisë Nacional-Demokratike Shqiptare zuri një vend meritor. Për aktivitetin e tij prej ballisti, pas përfundimit të luftës vuajti dënimin me burg prej 3 vjetësh, në mungesë të provave lirohet nga dënimi. Në moshën 90 vjeçare në vitin 2002, në Bojanoc vdiq Islam Rohani,
bashkëkryetari Gjon Sereqit, të cilën popullata shqiptare e njihte si Lambreznica. Për Lambreznicën janë shkruar shumë artikuj nëpër shumë revista në gjuhën shqipe dhe është batuar një libër me titull Lambreznica, simboli i rezistencës kombëtare nga autori Behram Hoti. Dhe kështu, ekipi i televizionit Bojanoci ndahet me përshtypjet më të bukura nga Breznica për ta vizituar sërish, nga se kemi çka të flasim e të shkruajmë për këtë vendbanim etnik shqiptar. Sa më shumë largohemi nga Breznica, aq më shumë na shpaloset parasyve si në siprin pamja panmoreske e njërit nga vendbanimet më të bukura shqiptare të komunës, e cila u rrih për Karshi, jo më larg se 3 kilometra vendbanimeve të komunës së Dardanës, me të cilën i ndan një kufi i holl e i padukshëm, e që për banorët e këtij lokaliteti u nxjerr shumë telashe, me shpresën e të armën këto probleme të qarkullimit të lirë të njerëzve të brezit kufitar do të tejkalohen.